Edi Rama përdori kartonat e tij të krimit për të votuar në parlament dhuratën e parave që u grabiti pensionistëve shqiptar, qytetarëve shqiptar dhe për t'ia dhuruar ato miliardierit Kanye West. Në një koncert që synonte mbi të gjitha një sfumim apo zhurmim të kryengritjes paqësore më të fuqishme që ka njohur Shqipëria që nga vitet 90. Përveç kësaj, ai përdori dhunën me tegër. Lëndet helmuese, djegëse, kimike, një lloj si ato që përdoren në llogoret e luftës kundër armiqve, i përdorin ndaj protestuesve paqësorë.